Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri, dita e sotme sjell një ndjenjë të fortë lidhjeje me partnerin, mund të ndjeni më të hapur për të ndarë ndjenjat tuaja. Beqarët mund të përjetojnë një surprizë të këndshme nga dikush që e kishin lënë pas dore. Në marrëdhëniet me familjen, ndjeni më të kuptuar dhe të mbështetur. Në punë, ka mundësi të reja për bashkëpunim dhe ide inovative, ndaj mos i shmangni sfidat. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtojini më shumë vëmendje ushqimit të shëndetshëm. Financat kërkojnë vëmendje, pasi shpenzimet e vogla mund të grumbullohen lehtë. Kujdes mos merrni vendime të nxituara për blerje të mëdha, sidomos në orët e pasdites. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në aspektin sentimental, mund të hasni disa keqkuptime me partnerin që kërkojnë qetësi dhe komunikim të sinqert. Beqarët do të ndihen më të sigurt për të shprehur interesin ndaj dikujt të ri. Në familje, një bisedë e thellë mund të sjellë zgjidhje për një çështje të vjetër. Në punë, dita është e ngarkuar me detyra të shumta dhe kërkohet organizim. Shëndeti mbetet i kënaqshëm, por një shëtitje në natyrë do t'ju bëjë mirë. Financat janë në ekuilibër, por mos u besoni premtimeve të lehta për fitime të shpejta. Bëni kujdes me dokumentacionin financiar dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dashuria sot ndriçon me një energji të veçantë, duke ju sjellë momente të ngrohta me partnerin. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë që i përputhet karakterit të tyre, nëse janë të hapur ndaj të panjohurës. Në familje, një lajm i mirë do të përmirësojë atmosferën. Në punë, ndjeni të motivuar dhe të gatshëm për të marrë përgjegjësi të reja. Shëndeti kërkon më shumë pushim, ndaj mos e teproni me aktivitetet fizike. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mos bëni shpenzime të panevojshme. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë buxhetin. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në marrëdhënie, sot mund të ndiheni pak të tërhequr, por partneri do të tregojë mirëkuptim. Beqarët mund të ndjejnë nevojën për të reflektuar përpara se të hedhin hapa të rinj. Marrëdhëniet familjare janë të qeta dhe mbështetëse. Në punë, mund të merrni një propozim të papritur që kërkon analizë të hollësishme. Shëndeti mund të ndikojë nga stresi, ndaj praktikoni teknika relaksimi. Financat paraqiten të qëndrueshme, por mos i nënvlerësoni detyrimet e vogla. Rekomandohet të bëni plane afatgjata për investime. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Dashuria ju jep mundësinë të përjetoni emocione të thella dhe të sinqerta. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afrim më të madhe. Beqarët mund të marrin një ftesë nga dikush që ka kohë që i pëlqen. Në familje, mbizotëron harmonia dhe mirëkuptimi. Në fushën profesionale, vjen një mundësi për të treguar aftësitë tuaja dhe për të fituar respektin e kolegëve. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për shëndetin mendor, duke gjetur kohë për veten. Financat janë në përmirësim, veçanërisht nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Sot është një ditë e mirë për të rishikuar planifikimin financiar. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Marrëdhëniet dashurore sot janë të mbushura me pasion, por edhe me nevojë për kompromis. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes dy zgjedhjeve të mundshme. Në familje, ndiheni të përfshirë në çështje që kërkojnë fleksibilitet. Në punë, dita sjell sfida të reja, por me përkushtim do t'i kaloni me sukses. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj shenjave të vogla të lodhjes. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huazimin e parave. Këshillohet të bëni një plan të ri për kursimet. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri, sot është dita për të hapur zemrën dhe për të ndarë ndjenjat, duke forcuar lidhjen me partnerin.
Beqarët do të ndihen të tërhequr nga dikush që i frymëzon. Në marrëdhëniet familjare, një antar i afërt do të kërkojë mbështetjen tuaj. Në punë mund të keni mundësi për një promovim ose për një projekt të ri, mos hezitoni të merrni iniciativë. Shëndeti mund të përmirësohet me ushtrime të lehta fizike. Financat janë të stabilizuara, por mos bëni investime të rrezikshme sot. Koha është e përshtatshme për të planifikuar blerje të mëdha në të ardhmen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në sferën sentimentale, sot mund të ketë tensione të vogla me partnerin për arsye të vogla, por me durim gjithçka do të zgjidhet. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga një person me energji pozitive. Në familje, mund të merrni një lajm të mirë që ju jep shpresë për të ardhmen. Në punë, është e rëndësishme të shfaqni profesionalizëm dhe të mos përfshiheni në thashetheme. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni kontrollin periodik. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në menaxhimin e detyrimeve të përditshme. Rekomandohet të mos merrni borxhe të reja sot. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, sot ndjeni dëshirën për të krijuar intimitet më të madh me partnerin, një darkë romantike do të ndihmojë. Beqarët mund të surprizohen nga një takim i papritur. Në familje, një antar i ri mund të sjellë gëzim dhe optimizëm. Në punë, ndjeni të vlerësuar për përpjekjet tuaja dhe mund të merrni një shpërblim të vogël. Shëndeti është i kënaqshëm, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive. Sot është dita për të bërë plane afatgjata për qëllimet tuaja financiare. Bricjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Sot në dashuri mund të lindë një debat i vogël, por fal komunikimit të hapur, gjithçka do të qartësohet shpejt. Beqarët do të tërheqin vëmendjen e dikujt përmes sharmin të tyre natyral. Në familje, një mbledhje e vogël do të sjellë gëzim dhe bashkim. Në punë, një detyrë e rëndësishme kërkon përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. Shëndeti kërkon kujdes ndaj luhatjeve të humorit, ndaj praktikoni aktivitete relaksuese. Financat janë stabile, por vëmendje ndaj shpenzimeve të papritura. Sot mund të merrni një këshill të vlefshme nga një mik i afërt. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në marrëdhënie, sot mund të përjetoni një afëri të veçantë me partnerin, duke ndarë ëndra dhe plane për të ardhmen. Beqarët do të ndihen të motivuar për të bërë ndryshime në jetën e tyre personale. Familja është një burim i madh mbështetjeje sot. Në punë, një ide kreative mund të hapë rrugë të reja për zhvillim. Shëndeti është i mirë, por mos i neglizhoni shenjat e vogla të lodhjes. Financat janë të stabilizuara, veçanërisht nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Sot është një ditë e mirë për të menduar për investime afatgjata. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Dashuria sot është në qendër të vëmendjes, duke sjellë harmoni dhe mirëkuptim me partnerin, shfrytëzoni momentet intime. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë në një ambient të papritur. Në familje, marrëdhëniet janë të ngrohta dhe mbizotëron bashkëpunimi. Në punë, mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me avancimin profesional. Shëndeti është i mirë, por është koha të kujdeseni më shumë për ushqimin dhe aktivitetin fizik. Financat janë në gjendje të mirë, por shmangni shpenzimet impulsive. Sot është e përshtatshme të bëni një plan të ri buxhetor për muajt në vijim.